21 maj. Hyrja në mbretërinë e Perëndisë. Me të vërtet po të them, po të mos lindet dikush prej ujë dhe fryme, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Gjoni 3:5. Kur lexojmë Ungjilin, zbulojmë se një pjesë e madhe e shërbesës së Jezusit përfshinte predikimin e lajmit të mirë të mbretërisë së Perëndisë. Ai udhëtoi nëpër qytete dhe fshatra duke u thënë njerëzve me pak fjalë: ka një mbretëri dhe unë jam mbreti i saj. Ju nuk jeni ende në mbretëri, por nëse do të më ndiqni mua, do të jeni në shteta si mbretit dhe një qytetar i mbretërisë. Prandaj, kur lutemi ardh të mbretëria jote, Luka 11:2, dëshira jon duhet të jetë që burrat dhe gratë të sillen në mbretërinë e Krishtit përmes lindjes së re, që ata të bëhen ndjekës të përkushtuar të Jezusit. Ne lutemi që ata që jetojnë në rebelim kundër Perëndisë të çlirohen prej pushtetit të errësirës dhe të zhvendosen në mbretërinë e birit të dashurisë së tij. Kolosianëve 1:13. Jezusi e bëri përsosurish të qartë se kjo lindje e re është e vetmja mënyrë për të hyrë në mbretërinë e tij. Takimi i Jezusit me Nikodemin te Gjoni 3 thekson këtë të vërtetë. Nikodemi ishte një njeri fetar, një njeri me autoritet dhe ndikim, e megjithatë, ai ishte ende i shqetësuar, ende në kërkim. Ndërsa ai u përfshi në bisedë, Jezusi i vuri në dukje para kushtin e nevojshëm si për të parë, ashtu edhe për të hyrë në mbretërinë e tij, se duhej të lindte përsëri nga fryma. Ai tha se kjo lindje e re nuk ndodh nga natyra, por është rezultati i frymës së Perëndisë që bën një mrekulli në zemrën e njeriu. Askush nuk mund të hyjë në mbretëri nëse fryma nuk punon në të. Askush nuk është tepër larg nga mbretëria, saqë ai të mos punojë dot në të. Kur lutemi për ardhjen e mbretërisë së Perëndisë, ne kërkojmë që të hapen sytë dhe veshët, që burrat dhe gratë të mund të lindin përsëri. Mbreti po vjen për të sjellë mbretërinë e tij të përjetshme, dhe mbreti është duke punuar sot me anë të frymës së tij, për t'i sjellë burrat dhe gratë në atë mbretëri. Deri në ditën e kthimit të mbretit ton, vetdia juaj për mënyrën se si hyjnë njerëzit në mbretërinë e Krishtit, prodhoft një mahnitje gjithnjë e më të madhe për kthimin tuaj në besim, si dhe një pasion të zjarrt për të lutur që fryma të bëjë në zemrat e të humburve atë që vetëm ai mundet ta bëjë.